Lavdi dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu në ditën e gjykimit. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon vlerën e këtij muajt e bekuar, muajt Ramazan, sa që me të vërtet njeriu nuk mund të zaventsoj ibadetin e tij, adhurimet e tij, agjerimin apo namazet apo krejt gjërat që I bën për hir të Allahut xhaleshanuhu, nuk mund t'i zaventsoj kur është e fjala me agjerimin apo me muajin e Ramazanit. Sepse Allahu xhaleshanuhu në këtë muaj jep shumë, gostit shumë Allahu xhaleshanuhu besimtarët, I shpërblen pa mas. Prandaj do ta tregojmë një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë ummeti tim në muajin e agjerimit janë dhënë 5 gjëra të cilat nuk janë dhënë asnjë pejgamberit më herët. Para mendoni, me çka na dallon Allahu xhaleshanuhu neve. Edhe pejgamberëve të tjerë nuk është dhënë kjo ofertë. Para mendoni çfarë oferte. Për ofertat e kësaj dunjas I hapim sy shumë. Edhe duna t'i kapim ato, mos na kalojnë. Ndërsa kur është oferta Allahut fuqiplot, ofertë që do t'jesh I lumtur për gjithmonë në ahiret, këto do më thonë neglizhojmë ne. E para, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur është nata e parë e Ramazanit që e kena kaluat, Allahu fuqiplot I shiqon besimtarët me një shikim të rahmetit, të mëshirës. Pra mendoni, ta meritosh shikimin e rahmetit Allahu xhaleshanuhu. Me të shiku dikush që është pozit pak, edhe po hop çulloj edhe pak konsiderat thona, ashtu. Ama Allahu xhaleshanuhu të shiqojë me rahmet. Pra ta mendojmë tash ne se Allahu xhaleshanuhu na ka shiquar neve me rahmet. Pra na ka përfshi në rahmetin e tij Allahu xhaleshanuhu. Sepse nata e parë ka kalu. Thot, dhe ata që Allahu xhaleshanuhu e shikon, hadith pejgamberit, ata që Allahu xhaleshanuhu e shikon me rahmet, Allahu fuqiplot atë nuk e bën azab. Ku mund të gjenë në gjë të tillë jashtë se në muajin e Ramazanit? Domethënë, fitojmë atë që Allahu xhaleshanuhu na fal. Domethënë, mos na bëjë azab. Në dy, thot Allahu xhaleshanuhu e ka bërë që ndryshimi I erës së gojës së agjeruesit në mbrëmje, sidomos sa atër lodhet, edhe atër do më thot për ushqimit, për mos ushqimit, do më thot del një erë jo e këndshme, tek Allahu xhaleshanuhu është më e këndshme se era e miskut e parfumit. Para mendoni. Ti, kur ke dikant afër, edhe kadër, ka fuk dhe një parfum varis si duhet, që është shumë kualitet, edhe kje dëshirë bile të afrohesh. Të afrohesh, afër ati, të nuhatish atë parfumin e këndshëm. Para mendoni, Allahu xhaleshanuhu me madhrinë e tij
me mëshirën e tij na konsideron ernat që na dalën nga goja e jonë prej mos ngrënjes të ushqimit tek Allahu xhaleshanu është shumë e lartë. Është domethënë sikur era e parfumit e miskut. Nën 3 thot melaxhet i cakton Allahu xhaleshanu dhe u thot të bani ju istikfar, të bani istikfar, kërkim të faljes për këta njerëz, të cilët agjerojnë. Prandaj, ne agjerimin duhet të bëjmë sa ma komplet, që të meritojmë një gjatë të tillë. Por me doni, angazhon me laqe Allahu xhaleshanu që për ne të bëjnë istikfar për tote të kërkojnë falje për ne. Sepse ne jina gabimtar jina ne. Allahu xhaleshanu i cakton ato me laqe. Istikfari i me laqeve nuk thehet prap. Kur thot me laqja, o Allah, fale filanin, fale këtë, fale atë, kretë do më thonë me agjerusët, Allahu xhaleshanu hu pranon atë kërkim. Edhe na përfshin Allahu xhaleshanu hu me falje. Dietarët thonë se me falje, do me thonë, bëjnë hajër dua dhe për ne. Thot, o Allah, filoni ka krizë ekonomike, largoja krizë. Filoni e ka një problem shumë të rëndë, zgjidhja atë problemin ja Rab. Filoni është i sëmur, ja Rabbi, shëro atë, pra me doni. Do me thonë, kina special, me laqet të cilat të kërkojnë istikfar për ne. Nën 4 që të tregoja Allahu xhaleshanu se punë të madhe i na duke bëne, ibadet të madh ne i na duke bë. Thot Allahu xhaleshanu e urdhon xhenetin dhe i thot: o xhenet, përgatitu edhe zbukurohu, sepse afër është që robët e mi që të vinë dhe të rahatohen nga lodhjet e kësaj bote. Para me doni. Do më thonë, lodhjet e kësaj bote i dini që janë. A ka dikush që pa problem është? Ska. Çdo ditë vetëm ngatrohen punët, sidomos kohën e sotit. Sa më tepër vënë, që vënë ose më ngatrohet punët. Pra Allahu xhaleshanu thot, o xhenet, afër është që robët e mi, të cilët largohen prej ushqimit, largohen pipijes, largohen prej gjunaheve, më bëjnë ibadet mua, që të vinë të ti, edhe të rahatohen prej problemeve të kësaj dunjas. Pra, edhe kjo është më një farforme lutje, a lutje do më thonë deklarat nga Allahu xhaleshanu se ne inshallah do të meritojmë xhenetin. Në 5 thot kur vjen nata e fundit e muajit të agjerimit, Allahu xhaleshanu i fal të gjithë. Të gjithë i falë, agjeruesit Allahu fuqiplot, qohat një njeri që ka qenë prezent atej, edhe i thot, ja Rasulullah, mos është ajo natë e 4, që dhe, natyre njeri të ashtot do sa ma leti ka përsin shaja. Mos është ajo natë që i falë të gjithë, Allahu xhaleshanu natë e 4, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha jo. A e ke pathët, punëtori, kur e merë pagën? Punëtori e merë pagën pas e që e bërë punën. Edhe ju që ashtu thëtë,
Pasi që ta kryeni agjerimin krejt, edhe keni bo, atër Allahu të rëshanu dhe pagën, a paga e kësaj është dhe falje. A ka ma mirë se kjo? A ka ma mirë që Allahu të rëshanu të na falë neve? Ne qatë e kërkojmë? U a përkujtoj edhe hadithin tjetër për Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ditët e parë, apo pjesa e parë e agjerimit, e ditëve të parë të agjerimit, janë rahmet. Dhe ditët e mesme janë mëgfiret, falje. Dhe ditët e fundit janë itkum minan niran. Ki e garantë se Allahu Gjeleshanuhu nuk dënon më. Amin. Pra, inshallah, do t'jemi për atyre të cilët dhe të fitojmë një gjatë të tillë. Ela inna ahsanul kalam wa ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-malik.